Ndërkohë, në Leduallin ton, kemi Anisën, si është të kesh në krah një trajner fitnessi. Pas lindjes, mësova që të ka dobësuar kështu për një kohë rekord, me një disiplinë të rrept, normal duke patur në krah një trajner të certifikuar ndërkombëtarisht të fitnessit. Sinqerisht, isha shumë e fat që kisha burrin, po unë jam dhe lloj personi që edhe ujë të pi shumë ndoshëm. Besoj se kështu jemi shumicat e femrave. Por që isha shumë e thjeshtë, them drejtën, më planifikoj gjitha dietat, një stërvitje të thjesht në fillim, se pasi lind nuk është e thjesht i kthesh muskujt aty ku ishin, edhe më thënë e fillova gradualisht. Në një momentin jam kthyer si para shtatzanisë. Ke marrë peshën që kishe, pra ke arritur Mund në të them peshën që që jam ke patur. edhe pak fare më pak se sa para shtatzanisë. Në program është akoma. Në program më akoma, do të Është i rrept? Është i rrept, është serioz, më thënë nuk ta fal që të fillosh të bësh shaka me ushtrimet, më thënë është të rimbi kokë. Kjo kërkesa e grave pas lindjes për të dobësuar, janë ca kërkesa të çuditshme që direkt pas lindjes trupi s'ka ardhur akoma në vete, organet gjithashtu. Pas sa kohë, kur duhet fillojë para palestra ose kur duhet fillojnë aktivitetet ushtrimet, ndoshta më të lehta fillimisht më pas të stimuluara. Ka shumë njerëz të cilët kanë atë tendencën të mendojnë që kanë detyrim të vinë se siç ishin përpara. Duhet të kujtojnë që thjesht fasha abdominale që kemi në këtu muskujt e barkut, barku fryet ato hapen. Që ti mund mendosh që muskujt nuk e kanë vend. Do i farë kohë. Zakonisht ai 42 që i parë nuk duhet bësh asgjë. Më kur themi ne që e lehon. Ti duhet të rish me fëmijën tat. Mund të fillosh të bësh një hecje kur fëmia mund dalë nga shtëpia. Domethënë duhet ta marrësh me shumë hapa të ngadalta. Unë edhe kur më vin nuk i pranoj para 6 muaj, 7 muaj, do me thënë i letë kënë kalu një 6-7 muajorsh, edhe pasaj avash, si që bërë edhe, gruntive faktikisht e lash një vit që të presi, i rregullova thjesht dietën, që të bjeri, se okej, fëmia kur lind, bje një peshe madhe, pasaj avash, se trupi do majdhe ujrat e veta, se normalisht të zania është diçka shumë e madhe, gratë dini më mirë se në meshkujt, po unë do thosha mas mujt 7-8 është do të filloj pas të merret të kujdeset për veten. Gjithsesi, është gjëja më e bukur që ke sjellë në jetë, kështu që nuk duhet para ato kilet e tepra që kemi marrë dhe do të kalojnë, do të vitë. Edhe fëmijët bën të humbasë shpesh. Edhe lodhja patjetër, edhe gjithënia, pagjumësia. Sidomos tani me rritjen është akoma më e thjeshtë. Fiks, ajo harova më thënë, kur ti je një person që flet 3 orë gjumë, 4 maksimumi me shkoputje, se do të çosh, do japësh qumësh, do ndrosh, do bësh. Sa të ndihmon Eriku për këtë pjesë? Shumë, jam shumë e fatë për këtë pjesë sinqerisht. Po më ishte për erin, basi shumë gjë, masat e stërvite nuk do kisha kohë të bëja. Më ndihmon vërtet shumë. Edhe të ka motivuar, të ka shtyr, duke patur parasysh ndihmën për krahjen e të tjerë. Çfarë të dallon ty nga trajnerët e fitness? Si ke gjetur këtë fushë në Shqipëri, duke qenë se ke marrë eksperjenca ndërkombëtare, certifikata, pash një CV të gjatë tënden, plus që je ndikuar nga kultura të ndryshme, njeh 6-7 gjuhë sa më the. Si e gjendur këtu në Shqipëri me këtë fushë? Dhe çfarë gabimesh bëjmë ne shqiptarët në lidhje me mirëqenien fizike? Atëre, të filloj nga gabimet, se janë gjëra më thjesht për të thënë, është e marrim si detyrim. Do thënë ne stërvitjen e shohim duhet ta bëj. Jo më bën mirë. Stërvitja në para punës të redukton stresin, se shqiptarët kemi një jetë shumë stresuese. Del në rrugë dhe fillon të tërbohesh. Që nga trafiku Që nga trafiku, domethënë. Edhe duhet ta shohim si diçka që na ndihmon në radhë parë në anën mendore, edhe fiziku pasaj ndjek. Se nëse ti bën një plan edhe ke një objektiv, do arrish ai objektiv. Edhe shohim dhe kohën shumë. Duam se s'bën mrena 1-2 muaj. Është maraton. Sprinti nuk është palestra. Palestra do kujdes me të gjitha sepse mund të dëmtohesh, e po dëmtove ç'do bësh? Do shkosh në punë, do rrisësh fëmijët, më thon duhet gjithmonë të mendosh shumë gjëra që se bën njerëz dhe bëjnë. Prandaj ndodhem aty.